Deputeti i Partisë Socialiste Arbian Mazniku u ka bërë thirrje qytetarëve të Cerrikut që të dalin të votojnë për kryetarin e bashkisë. Mazniku tha se procesi është zhvilluar pa probleme. Sipas tij, pjesëmarrja në zgjedhje nuk është e ulët, por jemi tek shifrat e zgjedhjeve të kaluara vendore në 2023-shin. Atëherë, jemi duke kaluar një ditë shumë të mirë për Cerrikun. Sot ka pasur deri tani një votim i cili është shumë i kënaqshëm. Deri në raportimin e fundit thonë që janë më shumë se 6.000 qytetarë që kanë shprehur vullnetin e tyre deri tashmë në të gjitha qendrat e votimit. Një ditë e qetë, një ditë e mirë për demokracinë shqiptare, ku njerëzit i ftojmë sërish të dalin në numra dhe të shprehin vullnetin e tyre për zhvillimin e mëtejshëm të Cerrikut. Cerriku ka pasur një periudhë të jashtëzakonshme zhvillimore vitet e fundit, por gjithashtu ka përpara më të mirën për një seri projekte shëndetshme që duhet të ndodhin dhe pikërisht për këtë zhvillim, veçanërisht me fokus tek integrimi europian, i cili do të ndihet në gjithë Shqipërinë, po do të ndihet specifikisht edhe në këtë zonë me shumë projekte dhe shumë elemente. Ftojmë sërish qytetarët që në mënyrën më të mirë të mundshme, me gjithë qetësinë që kemi treguar gjithë ditë, qytetarinë që kemi treguar gjithë ditë, të vijojnë të votojnë në numra dhe në volum. Deri tani informacionet janë për shumë pak problematika, po thuajse irelevante. Gjithë gjërat kanë shkuar qetë, duket se çdo gjë është në rrugë të mbarë. Ne jemi tani në numra të ngjashëm me zgjedhjet e fundit. Pak diferencë ka, në zgjedhjet vendore tipikisht ka një rënje të vogël krahasimisht me zgjedhjet kombëtare. Krahasimisht ne sa u bëm një vlerësim krahasimisht orë për orë si me 2025-ën ashtu dhe 2023-shin, dhe ne jemi në numra të ngjashëm, kështu që me thënë vërtetën deri tani jemi të kënaqur me pjesëmarrjen. Kjo ndodh në gjithë Shqipërinë, ka një element fillestar ka të bëjë me faktin që u hoqën votuesit që u regjistruan në listën e votuesve jashtë, ata rivendosen në listë në këto zgjedhje. Do të thotë që listat që kemi parë në 11 maj kanë qenë lista pa emigrantët rivendosen në listë, pasi ata kanë drejtën e tyre që nëse dikush do të vit votojë, është i lirë të vit votojë. Pra, arsye pse shihni një numër më të vogël, jo vetëm në Cerrik, por në gjithë qendrat e tjera të votimit në Shqipëri, është sepse janë rivendosur në listë emigrantët që u hoqën nga lista për listën e posaçme të diasporës. Edhe kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë Cerrik, Florenc Doka, ka ushtruar të drejtën e tij të votës, gjithashtu ka dhënë një koment për mediat. Është një mjet për kërkesë llogaridhënie nesër, ndaj u ftoj të gjithë qytetarët dalin masivisht në zgjedhje, ta shfrytëzojnë kohën e mirë për të votuar dhe pastaj të vazhdojnë ditën e tyre të pushimit apo të punëve që kanë. Si po shkon procesi? Procesi po shkon normal, ne shpresojmë që çdo gjë siç ka shkuar në fshat shkojë dhe ditën e sotme dhe pastaj dalim me rezultatet, vijojmë normalisht, t'i kthehemi normaliteti si komuniteti i vogël që jemi. Pjesëmarrja shumë e vogël. Çfarë tregon për ju kjo gjë? Zgjedhjet tashmë kanë një trend në ulje, por megjithatë ne shpresojmë që këtë radhë qytetarët e Cerrikut të dalin masivisht në zgjedhje.